produksioni është i zhgënjur nga Stine, nga Lorna, që ka pas shumë pritshmëri, nga Miri që ka pas shumë pritshmëri. Jo, nga Miri është i kënaqur, se Mirit ja tha Ledione, që ti tha përveç Mirit ja tha pjesa Aty tjetër. jam ti kot Ledione. Çka ka bërë Miri asnjë gjë, ka dalë aty si fodull me idenë që unë jam fitimtari deri kaq ka dhënë Miri, nuk ka dhënë asnjë gjë më shumë Miri. Miri inshallah del nga ajo gjëja e Loria dhe të filloj të bëj se më tepër Nuk e di, duhet ndodhi diçka aty që të fillojnë dalin gjithë në origjinë, po se çfarë duhet ndodhi nuk e kam. Ja ta them unë drejt, do ndodhin tani, do dalin klipet, se kanë bërë dhe thashë themin e Çiki Liri për serën një 2 batuta që doja të tregojnë këto për t'i fut xixat, a kupton? Edhe normalisht do fillojnë pastaj, se java parë ishte, javën që kaloi nuk është se kishte një klip nxitës. Dhe besoj sot do të ketë klipe nxitëse. Vetëm ai i parë ishte nxitës me Selinën edhe Miri. Po. Edhe ai prap nuk është, sepse gabimi këtu është që nuk u morën me këtë pjesën e Selinës edhe Mirit gjatë javës në shtëpi. Dhe normalisht do t'ishin marrë çik këto që ore e bot gropat e kërvatit, se ngele 1-2 te kërvati ato, 1-2 duke diskutuar për finalen. Të thush ti di çi funit edhe po si do i shtim to 3 primet. Unë se kam një parandjenjë, kështu që do filloj një romancë Lores me atë Mali. Ka filluar. Po çfarë po bëjnë ata? Problemi është që Mali nuk e pëlqen Mirin e Xhikës. Dhe problemi është që Miri Xhikës me Loren kanë një lloj raporti që nga jashtë, e kupton? Kështu që duhet t'japi atë konfirmimin Mirit. Sepse kishte një diskutim para dje ose pak dje, që Mali po i fliste shumë keq. Po kjo Lorea duket që ka interes ndaj tij, e pëlqen se është djalë i edukuar e kështu. Sa një pyetje. Një vibe të ty njësoj. Po kur erdhi puna që si foli mirë Mali për Mirin Lores, Lorea për mirë ti ke Sara, të bëj pyetje. Po pse Miri është i divorcuar? Po Miri vetë se ka pranuar këtë që kam grua thot më vlla brenda. Jo, është i divorcuar. Po pra nga që the ka një raport, ç'kuptim raport jashtë me. Jo, marrëdhënie për lidhjeve që janë diskutuar, se janë diskutuar edhe, domethënë, sepse Lorea menaxhohet nga Alban Konti, nga Fabi, domethënë. Po Lorea 30 vjeç, ai është 20 thot dikush. S'ke si në kundër kjo është vërtet, po. A kemi harruar këtë detaj, no? S'ka problem. Nuk ka problem, mosha. Unë nuk besoj se do ketë në një feeling me ata të dy. Nuk e di pse, po nuk... Unë doja të vishte se do shpëtonte Lorena i Malit dhe do shpëtonte edhe veten e vet sa akoma një romancë aty brenda. Lorena nuk janë asnjë. Po Loren sikur ka thonë që e kam zemrën e zënë me jashtë, o Dasara. Si? Ai ka thonë që kam dikë jashtë. Po thon njerëzit, më jo, unë e di që ka. ChatGPT thotë që është ndar. Unë mendoj që ato të dy më tepër do të jenë Loren, për shembull, e do më tepër si një krasi, një shok, një gjë që jam muhabeti më mirë, po kur vjen puna tek Miri, ajo i tërheq vëmendjen, përmbau i thot. S'ke pse i thot, përmbau. Dëgjoj deri në fund e përmbau. Domethënë, ajo pavarësisht kam përshtypjen. Kush del si përfundim, se s'po marrin vesh. Okej, t'ja sqaroj që gjithë publiku ton këtë, se po thon gjithë ja ka jashtë. Okej. Nëse ajo ka zemrën e zënë me një histori dashurie që mund të ketë përfunduar etj, është histori tjetër se e kam pasur për këngën magjike në intervistë Loren, pak para se të futen Big Brother. Por është single, për këtë jeni sigurt. Nëse ajo ndjehet akoma e dashuruar me dikë që për 1 miliard arsye janë bashk, është punë tjetër dhe ka thënë që kam zemrën e zënë. Por në lidhje Lorea nuk është. Të e di nga... Aktualisht edhe unë kështu e di që nuk është një... Nga intervista fundit që më ka dhënë mua dhe s'ka kaluar shumë kohë, kupton pak para se të futin në nëntor kur ishte kënga magjike, domethënë. Ai njerëzit tonë atë çka dëgjuan nga goja e Lorenit, edhe unë e dëgjoj. Kam zemrën e zënë, jo se ka ajo mund të jetë me të saj ose ndonjëherë mbaron raporti po ti ndihesh i lidhur akoma, e kupton? Nëse dhe kjo më duket shumë shpejt mua kur filluan pëlqimet e kur më duket çik shumë kam përshtypjen që ajo me Malin më tepër e do si krah. Është dashurinë natën e parë me fjalë. Sepse Mali është njëri pozitiv, është për shembull pati përplasje shumë të mira me që ju kthye Mirit sa herë. Mendoj që Mali është personazh interesant aty brenda, që është një zë ndryshe nga gjitha zërat e tjerë. Është i bukur, simpatik. Pastaj kur